Por ka herë jeta, shoqëria, rrethanat e ndryshme të bëjnë me dalë edhe prej familjes, duke të herë familja si ku ishin. Po shikeni besimtar, bashkë në vendin e shenjtë, sikur se ndodhë dhe këtu shpesh herë, sa dhe na jena ka herë pajtë të të patë e sikur se ndodhë dhe këtu. Edhe ato e kishin këty vendin shenjtë, në vend tregtie, njerëzit që besojshin në Zotin, imagjinojeni. Sikur se ndodhë dhe na, ka marrë vërru të shtanu, bashkë veset meshë, shenjtë e storës dhe kasë për Zotin, nësë për shtanon dhe që do me brejmë një kore me i jashtë. Pra, kjo është po thamë besimtar, ai person që thotë po unë besoj në Zotin, mandaj pa çka thotë vetë. Çfarë do të besimtar ashtu? Ky tash ti thon Krishti farizejve. Ti thon besoj në Zotin e vendin e shenjtë madonal, a ku do të pjesë apo thotë e merr kantrikun e thotë mos e ktheni vendin e shenjtë as në shtëpi tregtie dhe as në shtëpi supash. Shqipëri besimtar ashtu. Po vjen në realitetin e jetës tonë, se për çmendën e celular harrojnë teksin në atë shenjtë. Shqipëri, jena në realitetin e sotë, sa njerës shkojnë të priti, të mërvesha, hura, të nga pakzimin, nëse si a jetë priti i ke që në botë rakej që ka këtisë, aj që do të pojë së banë që ato të zotin, apo aj që do të jo të këndohet edhe më nejvoj.